Pse janë anullu 17.000 bileta për World Cup? Në 48 orët e fundit, mbi 17 persona kanë anullu biletat e tyre për FIFA World Cup. Kjo valë anullimeve ka nxitur thirrje për bojkot, veçanërisht në SBA, për shkak shqetësimeve për sigurinë edhe drejtat e njerëzit. Sipas fansave që po anullojnë biletat, shqetësimet lidhen me sigurinë personale, protestat politike edhe mënyrën se si po trajtohen grupe të caktuara racore, fetare edhe etnike në Amerikë. Një pjesë e tyre vijnë nga vende arabe, muslimane, afrikane, latino edhe aziatike, komunitetet që historikisht janë të lidhura shumë me futbollin. E krahasimet janë të pashmangshme. 4 vite më parë kur botrori u mbajt në Katar, shumë organizata ndërkombëtare kritikonin vendin duke përmendur mungesën e demokracisë edhe shkeljet e drejtave të njerëzit. E sot disa tifozë po shprehin shqetësime të ngjashme, por këtë herë në një vend botës perëndimore. Në reagim ndaj situatës, FIFA ka paralajmëruar një mbledhje emergjente këtë javë për me diskutu pasojat e mëndshme edhe anullimin masiv të këtyre biletave, edhe mënyrën për me adresu këto shqetësime. Ndeshjet janë planifikuar me nis në 19 qershor, edhe ishin zhvilluar në Kanadë, SBA edhe në Meksik, po pjesa më e madhe e tyre do të luajnë SBA, aty ku po ngritet shumica e këtyre shqetësime. E pyetja që po shtrohet gjithnjë më shpesh është, a kanë me ndiku këto anullime realisht në organizimin e turneut? Për më shumë video si kjo, follow Urban FM dhe subscribe në YouTube.